Në Mateu 16, kur askush nuk e dinte identitetin e vërtet të Jezusit, Jezusi u bëri dishepujve të tij një pyetje për misterin e madh. Ai pyeti, kush thoni se jam unë? Njerëzit morën gur për të më qelluar, pra, kush thoni se jam unë? Kur ai i pyeti dishepujt e tij, Pietri u përgjigj i pari. Ti je Krishti, biri i Perëndisë të gjallë. Në atë kohë, kur askush nuk mund të gjente përgjigjen e atij misteri, Pietri dhe apostujt e njohën Jezusin. Edhe Gjoni e njohu atë, prandaj shkruhet në librin e Gjonit, kapitulli 1, vargu 1. Në fillim ishte fjala dhe fjala ishte pranë Perëndisë dhe fjala ishte Perëndi. Le të shohim vargun 14. Dhe fjala u bë mish dhe banoi ndër ne, dhe ne soditëm lavdinë e tij, si lavdia e të vetëm lindurit prej Atit, plot hir e të vërtetë. Apostulli Gjon gjithashtu e njohu Jezusin. Kështu që shkroi, në fillim ishte fjala dhe fjala ishte Perëndi. Fjala banoi ndër ne. Dhe sipas Filipianëve kapitulli 2 vargu 5, edhe apostulli Paul e njohu sakt Jezusin. Megjithatë, shumë të tjerë nuk arritën ta bënin këtë. Në ato ditë, kishte judenj të shumt, farisejnë, mësues të ligjit dhe udhëheqës fetar që pretendonin se besonin në Perëndia. Njerëz të tillë që ishin në pushtet në atë kohë u përpoqën ta qellonin me gur, edhe pse vetë Jezusi u zbuloi identitetin e tij të vërtetë. Ata u përpoqën ta qellonin me gur për blasfemi. Perëndia erdhi në këtë tokë dhe tha, unë jam Perëndia. Por njerëzit u përpoqën ta qellonin me gur atë në të cilin besonin, duke thënë, ti blasfemove. Sa fat keq. Përveç kësaj, ata madje e stigmatizuan atë si sekta nazarease. Është shkruar në Veprat e Apostujve kapitulli 24. Duke shqyrtuar të gjitha këto të dhëna të Biblës dhe profetëve, mund të kuptojmë se duhet të kalojmë në të njëjtën situatë si shenjtorët e kishës së hershme. Megjithatë, duhet të kujtojmë fjalën e Perëndisë. A nuk na mësoi Perëndia që duhet të ecim gjithmonë në rrugën e drejtë dhe jo në atë të lehtë? Ne mund të bëjmë kompromise për të jetuar një jetë të lehtë në botë, megjithatë, rruga për në mbretërinë e qiellit nuk është kurrë kështu. Ne nuk duhet të ndjekim një rrugë vetëm sepse shumë njerëz e ndjekin atë. Si është rruga drejt mbretërisë së qiellit? Jezusi tashmë profetizoi se është rruga e ngushtë dhe vetëm pak veta e gjejnë atë.